Ne i kemi patur mundësit dhe kemi prodhuar konkretisht municione për vete, kemi dhe eksportuar dhe në kone monizm. Futemi pak edhe të e kaluara, pra unë dalem pak a shumë të sfidat aktuale të e kaluara. Çfarë prodhonte Shqipëria në periudhën e komunizmit në fushën e armatimit gjithë? Ne kemi patur një industri shumë të fuqishme dhe moderne. Krahasuar me vendet e rajonit si ishte? Po. Ne kemi patur rreth 20 uzina. 20 uzina. Direkt që merreshin me prodhimin e të gjithë artikujve që kishte nevojë ushtria. Ku ishin të shtrira, si hapësirë, si hartë? Në Tiranë kishte 7 uzina. 6 ishin në Elbasan. Kishim uzinën e Gramshit gjithashtu, Poliçani. Të kombinati i Poliçanit ishte më i madhi dhe më i fuqishmi, ishte i municioneve. Dhe në Berat ishte dhe uzina e prodhimit baterive, në Kuçov ishte uzina aviacionit, që për fat është ruajtur. Uzina e aviacionit është ruajtur komplet. Vetëm u ruajt në 97-ën, e ruajtën mos gaboj oficerët të zonës, ushtarakët e zonës. E ruajtën personeli dhe gjithë ushtarakët e zonës dhe është mbrojtur. Ajo ishte një uzinë moderne, e kompletuar, ajo bënte riparimin total të avionave. Dhe që nga vitet 90 pati tentativa për ta ruajtur uzinën dhe për ta vënë në bashkëpunim me uzinat analoge të vendeve të NATO-s. Dhe ndofta kjo ka qenë arsyeja që u ruajt. Ajo sot është komplet e paprekur dhe është në gjendje të prodhojë pjesë këmbimi të bëj ndërhyrjet në shërbim të aviacionit. Pavarësisht që personeli teknik, inxhinierët, specialistët nuk janë më aty, sepse ose kanë dalë në pension me kohë, ose duke ngelur pa punë janë larguar, por duhet investuar në ringritjen dhe ripregatitjen e një personeli të ri për këtë uzinë, si dhe për uzinat e tjera. E marri me radhë, Poliçani, ka shumë legjenda për Poliçani, që nuk dëgjoj. Çfarë prodhonte, si ka qenë, dua dhe më shumë historik, ta marri me radhë, po nis nga Poliçani. Poliçani ka qenë një fshat, me një 700-800 banor në vitin 1960. Aty, për arsye të pozicionit strategjik, u mendua dhe u llogaritën. Përse e strategjik? Për ata që nuk e dinë gjithmonë. Është futur në një zonë, në një luginë malore, ku është e mbrojtur nga aviacioni dhe nga ndërhyrjet e ndryshme. Dhe me një mbrojtje kundërajrore, natyrale dhe njerëzore, atje mund të sigurohet një objekt me rëndësi të veçantë dhe shumë i vështirë për t'u kapur. Prandaj u zgjodh Poliçani. Prandaj u zgjodh. U studiua në gjithë terrenit në Shqipërisë dhe u vendos aty. Në 1960 është bërë ky planifikim. Filloi në fillim ka filluar me ca prodhime të vogla, duke filluar nga fishekët e çifteve, që mos i blije nga jashtë, filluan të prodhoheshin aty, pastaj filluan të prodhoheshin fishek për armët trofej që kishim ne një sasi të madhe të trashëguar, të kapur nga lufta, që duheshin mbajtur me municion, dhe kështu gradualisht në vitet 1966, 67, atje u ngrit uzinë për prodhimin e të gjithë fishekve, municioneve, predhave e tjera me radhë. Dhe erdhi gradualisht duke u zhvilluar, në vitet 1985-90 kishte 5300 punëtor. Edhe çfarë prodhoi aty? Edhe ky fshat i vogël u transformua në një qytet ushtarak, se të gjithë punojësit ishin nga ky qytet dhe s'kishte punë tjetër, ishte vetëm kombinati. 5300 punëtor dhe qyteti arriti në 11000 banor. Sot ka një 3-4000 ka ngelur si qytet. Do më thënë, një qytet ushtarak dhe kombinati përfshiu 4 zona industriale, me 12 linja e fabrika të ndryshme që punonin aty. Prodhoheshin të gjithë nomenklatura e fishekve.
që kishte nevojë ushtria, të gjithë, duke filluar nga fishek të pistoletës, të automatikëve, pushkës, mitrolozave, të gjithë me radhë. Gjithë seria e prodhimit të municioneve për mortajat. Nga mortajat e vogla 60 mm deri 120 mm në seri. Pastaj predha të ndryshme dhe do më thënë arriti që të prodhonte për të mbajtur ushtrinë të furnizuar vazhdimisht me municione dhe punonte edhe për eksport. Dhe eksportonte. Dhe eksportonte. Me porosi. Deri ku eksportonte Shqipëria? Për shembull, kemi eksportuar në Turqi. Po vende të tjera të largëta apo nuk ka patur? Ndoshta edhe ka patur, nuk e di. Kemi quar dhe në vende të tjera, por eksporti bëhesh me porosi. Për shembull, edhe vonë, edhe mbas viteve 90, është punuar me material porosi nga vende të ndryshme, vazhdo edhe sot, pjesërisht. Po, pjesërisht kam dëgjuar që është funksionale, apo? Po, prodhon me porosi nga natua, duke filluar nga fishekët e pistoletave, të pushkëve dhe automatikëve të ndryshme. Me një kapacitet reduktuar, sepse është dëmtuar, është prishur e tjerë, është shkatëruar një pjesë e mirë e teknologjisë, sepse aty punohesh me cikl të mbyllur. Që do thot? Do me thënë, gjithçka prodhohesh aty. Vinin lëndët e para dhe bëheshin të gjitha produktet dhe nën produktet. Po lëndët e para, prodhoshin në Shqipëri apo merreshin nga jashtë? Si ka qenë, si funksiononte skema? Kur ne kishim marrëdhënie të mira me Kinën, merrnim si lëndë parë, kryesisht çelikun, bronzet, tungjet, si ka një nomenklaturë të tërë të lëndëve të para, merreshin nga Kina. Edhe lëndët të plasëse merreshin andeja. Pastaj u ngrit kombinati në mjeks për prodhimin e lëndëve të plasëse dhe barute. Ndalemi dhe atje, dhe prodhimet pasaj bëheshin në vend. Ka Shqipëria arriti të prodhonte çdo gjë brenda. Brenda. Industrinë armatime. Kombinati kishte rezervat e veta dhe kishte një përshkallëzim të rezervave të lëndëve të para, duke filluar nga rezerva e uzinës, e drejtorisë armatimeve në Ministrinë e Mbrojtjes deri tek rezervat e shtetit. Përse ka qenë ky miti i Poliçanit? Pra gjithmonë fitej si diçka shumë misterioze, shumë sekrete. Ka padur vërtet të peshë kaq të madhe? Po. Poliçani ishte komplet i izoluar. Dhe u krijuan mite dhe legjenda rreth. Do i merr leje që të shkojë atje? Po, ishte, domethënë, shumë i ruajtur, sekret i ruhesh me një fanatizëm të veçantë, dhe në uzinë nuk mund të hynte çdo njeri. Normal. Kjo është normale. Dhe sekretet e uzinës nuk dilin dot për jashtë. Kishte një rregull, kishte dy lloj ruajtjesh. Ruajtje nga jashtë ishte sistemi i mbrojtjes kundër errore, ishte një regjiment apo safat, dhe sistemi i sigurimit të qytetit dhe të uzinës. Ka patur tentativa për ta thyer zoti Abilaj gjatë periudhës së diktaturës? Patjetër. Janë bërë tentativa për të nxjerrë sekrete, për të marrë. Ka patur, po, por ato janë mbyllur, neutralizuar, sepse është e natyrshme që shtetet të ndryshme do ndërhyjnë në forma të ndryshme për të. Po pas 90-s këto sekrete dolën? Pas 90-s apo s'mbeti gjë pa dalë? Aty s'ngeli gjë pa dalë, kryesore atje që u filloi dëmtimi i teknologjisë, i pajisjeve, derisa u degradua. Aty ngarkoheshin kamion të tërë me pjesët, me elektromotorët e pajisjeve dhe shiteshin në Greqi për skrap. Një skandal i madh. Në mes të ditës. Aty duhet kemi parasysh që automatët e prodhimit, për shembull të fishekëve, kishin një kosto jashtëzakonisht madhe. Ishin blerë nga Zvicra, nga Franca, nga... Deri në këto vende? Po, Belgjika, më të mirët
Për shembull, Automatët çfarë janë për ata që nuk e dinë? Automatët janë pajisje që i jep llamarinën, i jep barutin dhe ai të nxjerr